Ju shkon mendja juve që ta ruani këtë gjë dhe të licenconi këtu për eksport për industrinë farmaceutike. Kush do të na i bleni, sepse të gjitha vendet kanë të ndaluar importimin. Pastaj nuk është se ka një kërkesë të mjaftueshme për kanabisin që të importojmë gjetju. Një propozim për të kënaqur financat e disa personave, por me rrezik për mira të tjerë. Kështu e shohin specialistët deklaratën e një dite më parë të deputetit Kokdhima për legalizimin e mbjelljes së hashashit në vend. Shefi i shërbimit të toksikologjisë Zigni Sula pohon se edhe nëse do të gjendeshin mekanizma të duhur për të kanalizuar hashashin vetëm për shkaqe mjekësore, përdorimi i tij është shumë i kufizuar në këto diagnoza. Kryesisht përdoren për disa forma të sklerozës multiple dhe skleroza neuropative, përdoret për të parandaluar dhe ulur efektet anësore gjatë kemioterapisë. Në qoftë se do të jetë legalizimi total, dëmet sociale dhe shëndetësore do të jenë më mëdha, madje më të mëdha se sa prohibicioni, ndalimi total. Shqipëria është një vend ku përdorimi i lëndëve narkotike është në rritje, e referuar studimeve, mosha e nisjes është ulur deri në 9 apo 10 vjeç. Ndaj për mjekët të legalizosh mbjelljen e hashashit do të ishte njësoj sikur të inkurajoje të tjerë të mitur të hyjnë një rrugë shpesh herë me fund fatal.